Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kini kujdes, fasulja mund të jetë shkaku i këtyre sëmundjeve, ja çfarë duhet të bëni. Edhe pse të lira, të lehta për të përgatitur dhe njëkohësisht ofron shumë përfitime shëndetësore, fasulet gjithashtu munden që të shkaktojnë probleme të caktuara. Fasulet përmbajnë aminoacide të cilat janë bloqe ndërtuese të proteinave që trupi juaj përdor për të shëruar dhe për të krijuar inde të reja si kockat, muskujt, flokët, lëkurën dhe gjakun. Ka shumë lloje fasulesh si fasulja kallaj, të zeza, garbanoza, të kuqe e të tjerë dhe sot mundet që t'i blini në shumë mënyra, të papërpunuara, të thata, turshi apo të konservuara. Dhe ndërsa shumica e njerëzve e lavdërojnë, ka disa gjëra që shumë prej nesh nuk i dinë për të. Problematika e fasuleve. Veganët dhe vegetarianët shpesh mbështeten tek fasulet e zeza, thjerrzat dhe tek lloje të tjera të bishtajoreve si për shembull një burim ndër më kryesorë të proteinave. Megjithatë, dietistët i shmangin plotësisht fasulet sepse ato përmbajnë përbërës të dukshëm dhe të quajtur lektina dhe ka disa lloje të ndryshme fasulesh, ndërsa qiqrat, fasulet e marinarëve dhe shumë të tjera janë një burim mjaft i mirë i vitaminave B. Shumica e amerikanëve konsumojnë gjithashtu fasule të cilat janë të konservuara plot me aditiv dhe pa lëndë ushqyese të dobishme. Përfitimet shëndetësore të fasules. Shumë lëndë ushqyese janë të mbushura në këtë kokër modeste, prandaj fasulet janë të pasura me fibra dietike. Janë një burim i madh proteinash dhe përmbajnë vitamina si për shembull folat dhe hekur. Gjithashtu zakonisht sjell pak yndyrë dhe përmban pak kalori, duke e bërë atë një përbërës kryesor në dietën mesdhetare dhe një dietë të bazuar në karbohidrate. Për më tepër fasulet janë të mira edhe për zemrën tuaj. Një studim gjithashtu zbuloi se fasulet pinto në veçanti ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq duke reduktuar kështu rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Një studim tjetër zbuloi se konsumimi i fasuleve të pjekura ndikon në reduktimin e faktorëve të rrezikut të diabetit të tipit 2, ndërsa studime të tjera zbulojnë se ngrënia e fasuleve mundet gjithashtu që të ndihmojë edhe në reduktimin e inflamacionit në zorrën e trashë. Në qoftë se ju po përpiqeni që të humbisni në peshë, lajmi i mirë është se një tjetër studim zbuloi se konsumimi i fasuleve lidhet me perimetër më të ulët të belit, peshë më të ulët trupore dhe madje edhe presion më të ulët të gjakut. Por para se të përfshini atë në dietë në pothuajse në çdo vakt tuaj, duhet të studioni dhe të kuptoni edhe anën tjetër. A mund të jenë fasulet e pashëndetshme? Problemi më i madh me fasulet është se ato përmbajnë lektina, të cilat janë të pranishme në sasi të mëdha dhe në dritra. Lektina kryesisht veprojnë gjithashtu si gjemba në shkurret e trëndafilit, një masë mbrojtëse për bimën. Sigurisht ato nuk e dëmtojnë lëkurën tuaj si gjembë, ato sulmojnë sistemin tretës. Steve Gundry, një kirurg i njohur dhe autor i The Plant Paradox for Wellness Mom, e shpjegoi në këtë mënyrë: lektinat janë një proteinë ngjitëse bimore dhe bimët i dizajnojnë ato si një mekanizëm mbrojtës kundër konsumit. Kjo bimë nuk dëshiron të hahet, kështu që një nga mënyrat e cila mund të luftojë njerëzit ose kafshët e tjera duke i ngrënë ato është prodhimi i të përmendurit lektina, të cilat pëlqejnë të lidhen me disa molekula sheqeri tek ne. Tani këto molekula sheqeri më pas shkojnë në murin ton gastrointestinal dhe në enët e gjakut dhe në kyçet tona dhe ato vendosen atje.
Pasi të ketë mjaft prej tyre, ato mund të shkaktojnë thyerjen e barrierës. Ato janë gjithashtu një shkaktar kryesor i artritit, sëmundjeve të zemrës dhe sëmundjeve autoimune. Kjo është edhe arsyeja pse drithrat, fasule dhe ushqimet e tjera që përmbajnë lektin nuk mund të hahen të gjalla. Në fakt, gëlltitja e disa copave të pagatuara fasule mundet që të shkaktojë të vjella dhe probleme me tretjen. Një problem tjetër me lektinat është se ato munden që të kontribojnë në obezitetin dhe diabetin. Si të reduktoni lektinat në fasule dhe drithra? Fermentimi, njomja dhe gatimi në një tenxhere ekspres janë mënyra shumë të dobishme për të reduktuar lektinën, por mbani në mend se asnjë nga këto metoda nuk do të heqë plotësisht lektinat. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se mënyra më e lehtë për të hequr lektinën para gatimit është të njomni fasulet e thata gjatë natës. Për rezultate më të mira, mbulojeni fasulet plotësisht me ujë të ftohtë dhe shtoni aty pak sodë buke për të neutralizuar më tej lektinat. Meqense lektinat do të lëshohen në ujë, ju duhet të përpiqeni të ndryshoni tërësinë e njomjes të paktën 1 ose 2 herë. Si të fermentoni fasulet? Filloni duke i shpëlar dhe lagur dhe më pas i vendosni të zjenjë për të paktën 1 orë. Më pas shtoni erëza si hudhra, piper dhe krip dhe disa nga kultura si kosi apo kultura pluhur të cilat mund t'i blini në dyqan. Vendoseni në një kavanoz, groposeni dhe hapeni me kujdes kapakun çdo ditë për ditë në vijim për të lejuar gazrat e grumbulluara dhe kur të keni mbaruar, vendoseni në frigorifer ose në një vend të errët. Gjithashtu këtu do t'ju prezantojmë dhe recetën e shijshme të fasuleve, ku do t'ju duhet një karrot, një qep, një spec, 2 filxhane gjysmë çaj me fasule, 2 lugë gjelle salcë domateje, 3 deri në 4 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi dhe rigon. Anvisat e dinë që nëse fasulet nuk i lini në ujë më parë, ato mezi do të zjenjë. Ndaj ky hap është shumë i rëndësishëm. Pra, merrni fasule dhe lëreni në një tas me ujë të ftohtë për 3 deri në 4 orë, ose nëse dëshironi mund t'i lini dhe përgjatë natës dhe t'i përgatisni ditën tjetër. Pasi të ketë kaluar pak koha, ne ju sugjerojmë që t'i shpëlani me ujë të rrjedhshëm. Ndërkohë lani dhe qëroni perimet të cilat janë të përcaktuara në recetë. Karrotën thjesht priteni në gjysmë, po ashtu edhe qepën dhe specin. Futeni të gjitha perimet bashkë me fasulet në një tenxhere dhe mbusheni me ujë. Vendoseni në zjarr dhe shtoni 2 lugë gjelle me vaj ulliri. Lëreni të ziejë në zjarr mesatar derisa të shihni që fasulet të jenë qarë, ose mjafton që t'i provoni në janë zbutur aq sa duhet. Kur fasulet të kenë zier në një pjatë, merrni perimet, karrotën, qepën dhe specin. Shtypeni në formën e një salce duke përdorur kullorsen e makaronave dhe një lugë. Nëse dëshironi një rezultat më të shpejt, përdorni dhe blenderin. Në zjarr vendosni një tigan me 2 lugë gjelle vaj dhe lëreni që të ngrohet pak. Shtoni 2 lugë gjelle salcë domateje dhe t'i jepni një skuqje të lehtë. Bashkoni tek salca dhe ato që përgatitet me perimet e ziera. Lëreni në zjarr derisa të shikoni që në sipërfaqe të krijohen bulza dhe vaji të dallohet mbi salcën. Këtë salcë hidheni tek fasulet që i keni lënë në zjarr të ngadalt. Përzini me një lugë druri dhe kur fasulet të kthejnë valën, shtoni erëzat. Krip dhe piperi janë ato më bazike, ndërsa rigoni i jep shijen krejtësisht të veçantë, por nëse ju dëshironi mund t'i hidhni edhe pak spec djegës, pasi kështu e do tradita. Ju sugjerojmë që t'i konsumoni të ngrohta duke i shoqëruar me sallat me lakër të bardhë, bukë mistri ose pilaf. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!